Derisa po arrin drejt fundit numrimi I votave për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka urdhëruar rinumërim të votave në disa vendvotime në 3 komuna. Rinumërim do të ketë në 2 vendvotime në Mitrovicën e Jugut, në të cilën nuk pati fitues në raundin e parë. Në Kameniz do të ketë rinumërim në 1 vendvotim, po ashtu rinumërim do të ketë edhe në 1 vendvotim në Podujev. Krahas rezultateve të zgjedhjeve lokale, në fundjavë përfundon edhe afati për formimin e qeverisë. Albin Kurti, I cili është mandatuar nga presidentja për formimin e qeverisë, nuk ka dhënë sinjale konkrete për ndonjë takim apo marrëveshje për krijimin e numrave. Ai aktualisht ndodhet në Londër, ku zbuloi ofertën që ja kishte dhënë Limajt kohë më parë. Thotë se I kishte ofruar pozitën e nënkryetarit të kuvendit, 1 ministri dhe 2 zëvendës ministra. Nga parti tjera, ndonë si jo zyrtarisht, kanë lënë të nënkuptohet që nuk kanë pas ndonjë kontakt apo ofertë nga vetvendosje për takim për ndonjë koalicion të mundshëm. Krahas kësaj, lista serbe ka dërguar ankesë në gjykatën kushtetuese, pasi sërish e konsideron të pakonstituar kuvendin. Zgjedhja e nënkryetarit të kuvendit Nenad Rashić nga komuniteti serb për listën serbe konsiderohet antikushtetues.